Grua shkon për të bërë pazar dhe kthehet pas 25 vitesh. Është një histori e freskët dhe e vërtet. Ndiqeni me kujdes. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Ka ndodhur në Amerikë. Një grua kishte 3 fëmijë dhe burrin e saj. Askush nuk e di se pse ka ndodhur. Asnjëri. Madje as vet ajo nuk e ka thënë publikisht. Dhe pyetja është pse duhet të zhdukej kjo grua për 25 vjet. Dëgjoni se çfarë ndodhi sepse është vërtet e çuditshme. Gruaja në vitin 2001 shkoi që të bënte pazar dhe ishte pikërisht 12 dhjetor i vitit 2001. Pra ishte një ditë gëzimi sepse për ata që nuk e dinë, jo vetëm në Amerikë, por në mbar botën festohet mbrëmja e vitit të ri. Dhe kryesisht në këto vendet, për shembull në Amerikë, festohet Krishtlindja. Dhe në Krishtlindje mungonin pikërisht pra 10 ditë parafërsisht. Dhe zonja në fjalë, me sa duket, nuk kishte asnjë lloj problemi, sepse kur policia i gjeti dhe FBI u vu në kërkim për të, u tregua shumë normale dhe çudia ishte që ajo publikisht në momentin që ata e gjetën, u tha, unë nuk doja që të ishja gjetur, nuk dua që të kem kontakt me asnjë. Dhe pyetja është pse, sepse askush nuk e shpjegon. Dhe siç ju thash, në vitin 2001 zonja ishte, le të themi, e re në moshë, jo shumë e re sepse kishte vajzën e madhe 19 vjeçe. Kishte një djalë 18 dhe një vajzë tjetër 14 vjeçe. Tani vajza që ishte e madhe tashmë është e madhe sepse në atë kohë kishte në vitin 2001 ishte 19 vjeçe, le të themi 20, kanë kaluar 25 vjet parafërsisht dhe vajza është 45 vjeçe dhe është me familje. Dhe do t'ju them se si është ndjer ajo këto ditë. E ka shkruar këtë edhe The Sun që mund ta lexoni dhe kjo grua, siç ju thash, duket që s'kishte asnjë lloj problemi, me as me burrin, as me vajzën dhe as me fëmijët. Por sipas gjasave, sipas kërkimeve që ka bërë FBI dhe policia, sepse janë vënë në punë dhe punuar për 20 vjet për ta gjetur, 20 vjet. Është vërtet shumë e çuditshme sepse si nuk mund ta gjesh një njeri për 20 vjet, do t'ju them se çfarë ka ndodhur. Dhe pse nuk e kishin gjetur gjatë gjithë kësaj kohe. Atëre, siç ju thash, duket që gruaja nuk kishte asnjë lloj problemi, se shkonte normal, shkonte mirë. Zieshin her pas here si gjithë çiftet e tjera, por shumë rrallë. Madje edhe me fëmijët nuk është se zieshin shpesh. Zakonisht me vajzën e madhe. Mirë po vajza e madhe e kujton ende sot që thot ato buzëqeshjet, ato shëtitjet dhe dashurinë që më fali nëna ime, thot unë nuk e harroj kurrë. Dhe nuk e kuptoj, thot, që pse, çfarë ishte kjo mërzitje, unë nuk jam e mërzitur me të, thot. Unë dëshiroj vetëm një gjë, të ta takoj. Normal që nuk mund të shpëtoj, thot, pa një diskutim. Por nuk e kuptoj, thot, që pse u largua dhe nuk tha asgjë, dhe u zhduk dhe kërkon ende sot me fjalë që të mbetet anonim. Dhe siç ju thash, gruaja me sa duket mund të ketë njohur dikë tjetër. Dhe dashuria mund të ketë qenë kaq e madhe sa që ajo harroi që kishte fëmijët e saj, harroi që kishte atë burr. Ndoshta mund të ketë ndodhur kjo. Sepse me sa lexova, ajo është një teori imja, nuk është se ka thënë gruaja këtë, por me sa lexova, ata njiheshin prej 8-9 vitesh me një fjalë bashk. Kështu që i bie që ata ndajtën bashk për 30 vjet parafërsisht, sepse le të themi rreth 20 vjet sa lindi fëmia e parë 19 vjeçe, 20 vjet bashk. Për më tepër, disa vite më përpara, siç thash, rreth 8 apo 9 vite më përpara, i bie që ata bashk ishin rreth 30 vjet. Dhe ndoshta mundet që ajo mund të ketë dashuruar dikë dhe nuk i thoshte dot burrit. Se duhet të dini që nuk është si në Shqipëri, për shembull në Amerikë. Në Amerikë secili ka jetën e tij, secili bën jetën e tij, varet se si e ndërton jetën. Dhe ka raste që ai thot, për shembull, gruaja i thot, shiko, un kam dashuruar dikë tjetër dhe dua që të kërkoj divorc nga ty e tjerë. Mirë po, këta nuk kishin as pasuri bashk, kështu që pse nuk mund t'ja thoshte ajo? Duhet që ta thoshte, sepse nëse do kishin pasuri bashk, atëre të bie në mendje që thua, unë tani më duhet një pjesë e kësaj pasurie. Mirë po ajo nuk mori asgjë pra gruaja, vetëm u largua teksa shkoi në pazar për të bërë
për të bler gjëra për vitin e ri, pra për pemën e vitit të ri dhe shpenzimet të tjera që i duheshin u nevojiteshin për vitin e ri. Pra ajo shkoi për të bler diçka dhe me fjalë disa gjëra dhe nuk u kthye më. Dhe kjo është çudi. Tani FBI dhe policia, siç ju thash më përpara, u futën në kërkim. Fillimisht policia dhe kërkoi ndihmën e FBI-t sepse nuk ishin në gjendje që t'i gjenin. Sepse e kuptuan që gruaja mund të kishte ikur pikërisht për këtë një fakt të tillë, pra për dashuri me dikë tjetër. Por nuk gjenin dot fakte dhe e dini se si i gjetën vetëm me anë të gishtave. Me anë të gishtave, sepse çfarë kishte bërë ajo? Kishte djegur gishtat, ato mollzat e gishtave, dhe kishte ndryshuar identitetin, pra kishte vendosur një emër tjetër. Ndaj dhe nuk e gjenin. Kështu që me një pasaport tjetër, për më tepër nuk dilte fare, dhe krejt rastësisht ajo kishte qenë një ditë në një spital, pra në këtë zonën e North, nuk më kujtoj tani, se ishte shumë larg, me fjalë nga vendi ku kishte jetuar. Dhe në bazë të kërkimeve që u bë, ajo kishte vendosur pra gishtat aty ku i kishin bërë kërkime, me fjalë, dhe ku dyshonte FBI, dhe aty gjetën pas 20 vitesh, gjetën shenjat e gishtave që ngjasonin, por nuk ishin ato të asaj që ishte zhdukur 20 vjet më parë. Dhe kur i bashkuan që i pan mirë, prap nuk ishin të bindur dhe u detyruan të shkonin në këtë vend që ishte në një periferi, në një jo brenda një fshati, por ishte shtëpia më e humbur në atë fshat. Dhe kur shkuan që e gjetën, pyeti sa u fut FBI, pyetjen e parë që i bën, i than emrin e saj, ajo menjëherë tha stop, tha. Nuk dua tha që t'i gjendem, nuk kam dashur kur tha të gjendem, nuk dua që t'i gjendem. Duhet të dini që në Amerikë është e lejueshme që ti të ndryshosh emrin dhe askush nuk t'i gjen më, sepse nëse ndryshon emrin, çdo gjë që kishe më përpara është zhdukur gjithçka. Kështu që si do të gjejnë. Dhe duke ndryshuar dhe shenjat e gishtave, duke qenë shenjat e gishtave të djegur, asaj si do ta gjenin atë. Dhe si përfundim kur e gjetën, bashkëshorti i saj tha vetëm një gjë. Mua më vjen keq tha vetëm për fëmijët. Nuk kam asgjë kundër saj, ndoshta i ka ngelur hatri për diçka, ndoshta nuk donte më të jetonte me këtë jetë që kishte këtu dhe u largua. Unë nuk dua ta gjykoj. Por një gjë, dua vetëm që ajo të flas me fëmijët, pra fëmijët e saj. Dhe përgjigja e vajzës që tani është grua, siç ju thash, është rreth me fjalë 20 dhe 25, i bie 45 vjeçe, 44-45 vjeçe, është grua tani me fëmijë, ajo thot vetëm diçka. Nuk dua ta gjykoj të, sepse që të gjithë gabojnë, që të gjithë kemi probleme. Kush më shumë dhe kush më pak. Kush e di se çfarë problemi kishte? Mund të ketë patur dhe një traumë. Mundet, një trauma. Në atë kohë thoshte ajo, vajza, kishim edhe probleme ekonomike. Kështu që ndoshta kur ajo doli, ndoshta problemet ekonomike, ndoshta ku i diet, ndoshta ka gjetur ndonjë rastësisht aty dhe ai ka premtuar kush e di se çfarë. Megjithatë, kështu ka qenë fati i saj dhe ajo u largua dhe iku përgjithmonë. Megjithatë, tani që e gjetën, u publikua dhe lajmi në The Sun, por ajo nuk do që të bëhet publike. Qoftë ajo, por nuk do që të gjendet dhe nuk do që të flas sërish me fëmijët. Dhe tani nuk dihet se si do të shkojë, por FBI i ka kërkuar që të mund të flas me fëmijët, që tani nuk janë më fëmijë, por janë të rritur. Dhe duke shpresuar që ajo jo të kthehet në shtëpi, por që të flas një herë përgjithmonë me fjalë me fëmijët dhe të ketë këtë relationship, si i thon ata, mes njëri tjetrit. Ju, si e komentoni këtë rast? Dhe a ka ndodhur raste të tilla në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni apo Maltëzi që një prind të ketë ikur, qoftë mashkull apo femër, të ketë ikur, të jetë larguar dhe nuk është kthyer më? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë, dhe nëse është në një histori nga këto shqiptarët, do dëshiroja që të ma thonit, ma shkruani këtu ose në emailin tim privat, që ta diskutojmë dhe ta publikojmë me një histori të bukur të ilustruar. Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.